Ata thanë këtë gjë, nuk donin bënin një film që kush e vrau, por pse e vrau. Kjo ishte tema. Pse e vrau dhe çfarë ndodh me botën e komunikimit midis adoleshentëve që është komplet e shkëputur nga komunikimi. Çfarë ndodh në kokën e tyre, në marrëdhëniet midis tyre, në mënyrën se si ata shkruajnë me njëri tjetrin, që është komplet mister. Ata shkruajnë me emoji vazhdimisht që ne si deshifrojmë dot se çfarë thon. E ke hasur këtë Suela me vajzën? Un po shikoja faktikisht pikërisht emoji që përdoren tek filmi Netflix dhe un nuk di asnjë nga ato kuptime. Do të thënë realisht sepse sot ti gjen informacion dhe ke interpretim të emoji që janë në Netflix dhe me thënë të drejtën duhet printohen, që të kuptosh çfarë është fjalor i ri që fëmijët tanë e përdorin dhe ti nuk e di se pse. Pra po themi ndoshta një shenjë që ne kemi përdorur për high five, ata e përdorin për diçka tjetër, që mos bëj krahasime të tjera. Dhe alarmohesh. Pra un po shikoja dje edhe pikërisht emoji që ata përdorin, ndjehesh ignorante. Ignorante sepse ti nuk e di atë gjuhë komunikimi, po ky është alarmi tipik që kapim dhe të kuptojmë se si ata e komunikojnë gjuhën përmes tyre emojive, sepse patjetër dhe ime bi i përdor, jam munduar dhe unë t'ja kontrolloj disi për interpretimin e tyre se përdoren. Tani i përdorin të gjithë rëndom, i përdorim dhe ne. Dhe dje pastaj po shikonin po pra bashkërisht i thash po këto, patjetër nuk i njihte të gjitha, sepse po themi kultura atje pak më ndryshe për disa terma. Megjithatë, një pjesë mirë prej tyre i njihte, kështu përdoreshin edhe tek ne. Kështu përdoreshin edhe mes të rinjve tan. Kështu komunikojnë të rinjt tan, po prapë me këto emoji që neve na duken që janë shumë larg. Unë nuk di ti dëshifroj. Ta pranojmë këtë gjë? Pra nuk di ti dëshifroj. Sot unë nuk i përdor ato emoji, pra nuk kuptoj që ajo shenja e pilulës tregon që ti je, si më thën, zogi pa qel, do ngelësh gjithmonë grup risku edhe nuk do jesh joshës seksual për dikë, po pra po, se ky është presioni që i bët ti djalit 13 vjeçar që ti nuk do jesh asnjëherë një mashkull joshës, si do ngelësh gjithmonë i vetëm me veten tënde. E thën kështu. Suela, ti si vajza, si nëna një vajze adoleshente, çfarë të shqetëson sot në kohën që jetojmë? Patjetër rritja e fëmijës tim, çdo prind ndorron që të përgatis individ të denjë për veten e tyre në të ardhmen. Dhe sot fëmia im dhe gjithë fëmijët që janë adoleshent, por jo vetëm, rrezikohen nga shumë gjëra. Dhe një ndër rreziqet më të mëdha patjetër është i gjithë ky informacion dhe gjithë ky presion që marrin përmes mediave sociale dhe nga kontakti me shumë njerëz, njëkohësisht. Truri jonë është programuar për të pas një lloj selektiviteti. Edhe ne kemi numër të caktuar njerëz me të cilët mbajmë marrëdhënie, është pamundur të mbashti me të gjithë. Ndërkohë fëmijët sot, përveç faktit që kanë këto luhatjet hormonale të moshës, i kanë se është normale. Lozin hormonet me fëmijët tanë. Trupi i tyre pëson një rritje shumë të madhe, pra ata duan të jenë të rritur, edhe fizikisht fillon të barazohen ty me sy, dhe kjo është pushtet, patjetër, se kur janë poshtë gjatësisë tënde, vetvetiu ata varen nga ti. Dhe me rritjen e trupit ata kanë pushtet, fillojnë marrin një lloj force e cila është vetëm fizike, po jo mendore. Dhe frika patjetër që është kjo. Po dim ne të orientojmë ose të mbështesim, sepse në moshën 14 vjeçare vetëm mund t'i mbështesim. Nëse kemi bërë një punë të madhe për t'i edukuar dhe për t'i orientuar dhe për t'u dhënë vlerat baze, kemi bërë 0 deri në 6 vjeç, 6 deri në 10. Po kaloj mosha 10, 11 vjeç, ka filluar pa adoleshenca. Ne mund t'i mbështesim, por mund t'i vëzhgojmë. E vërtet. Mund të jemi aty për ta. Anisa, vëzhgimi jam totalisht dakord me gjithçka. Ky është angazhimi edhe detyra prindërore pa mbarim që nga ajo e gjithë fshatit, siç po thoshe, për të rritur një fëmijë. Ndonjëherë kur i pyet si kalove sot, merr ca përgjigje të thata, mirë, që janë shumë të shkurtra dhe pa ndonjë kuptim. Ka ndonjë mënyrë tjetër për të thelluar pak tek bota e fëmijëve, një mënyrë tjetër ti pyesësh, t'ja vjen cila ishte gjëja më e bukur që ndodhi sot apo gjëja më e keqe që ndodhi sot që ti t'japësh mundësi të flas? Unë mendoj që angazhimi me fëmijët duhet vi shumë i mirë menduar, që do të thotë ashtu siç themi shpesh për çiftin që duhet të mbaj këtë kohën vetëm të dy, ashtu duhet ndodhi edhe me fëmijën. Secili prej prindërve duhet të ketë një kohë të dedikuar për fëmijën, sidomos në adoleshencë, idealisht në momentin që ata hyjnë në klasë të 5 dhe më pas në klasë të 7 dhe më pas në gjimnaz, në fillim të çdo viti shkollor duhet të ketë një bisedë të dedikuar të babait me djalin, të mamas me djalin, të babait me vajzën, të mamas me vajzën, sepse kanë role specifike secili, në një shtëpi secili luan rolin e tij, nuk janë të dy njësoj. Dhe duhet gjetur një moment ku ti vendos sa rregulla bazë, ku e prezanton që privatësia deri në një moshë të caktuar do jetë në një formë të caktuar, që nëse ti ndodh që ke nevojë të kuptosh çfarë ndodh me të dhe i thua lutem jep telefonin se un kam nevojë ta kontrolloj, të mos ndihet i tradhtuar apo e tradhtuar, por dhe nëse ndihet ashtu ti tashmë ja ke vendosur rregullat përpara dhe ja ke shpjeguar si ndodh.
Dhe në përditshmëri mund të zgjedhësh që në fundjavë apo ditën e premte të dalësh me të, tash diçka ose të uleni të dy të shihni filma të ndryshëm që ti e di paraprakisht që do provokojë diçka dhe mund t'i bësh disa pyetje. Pra mund gjehen forma ku ky fëmijë trajtohet si ai adulti që do të trajtohet, si individ në mund të fare, po. Dhe ti e bën përpara faktit që ne të dy do flasim si të rritur dhe në të njëjtën kohë një formë shumë e mirë është të ndash gjërat e tua. Pra ti e pyet si shkoi dita jote dhe ai thot mirë. Për ta përfshirë pra këtu, me që jemi te kjo, se s'dua të ikim kësaj, sepse ajo çfarë ndodh shpesh në adoleshencë është zbulimi i vetes, i trupit. Përmendëm hormonet, fillon mosha seksualisht aktive dhe shumë prindër i ikin kësaj. Kjo është një bisedë shumë e sikletshme. I flasësh në djalin për vajzën, eksakt. Ndërkohë që pornografia në rrjet, po e quaj, është aq kollaj e gjindshme sot, saqë realisht është shumë shqetësuese për ato mendje shumë të vogla e papërvojë që të përballen me atë lloj çudie që s'është as realitet. Si flasim edhe për këto tema shumë intime. A mund të sjell unë eksperiencën time këtu? Me thënë të drejtën, sa herë kam mundësi të flas me prindër i them, që në moshën 12 vjeçare, që në moshën 11 vjeçare i them, mendoni që fëmia juaj shikon pornografi, goditen. Mendojeni, edhe nëse fëmia juaj nuk i bën, mendojeni. Nuk do ta pranojnë. Jo. Mendojeni, i them, sepse kur ju e mendoni, ju filloni dhe ngrini një mekanizëm për ta orientuar dhe për t'i thënë, nuk është kjo marrëdhënie që funksionon në të vërtetë. Është e dhunshme, ka mungesë respekti. Pra, nuk ndodh kështu një marrëdhënie, ti nuk e ardhur në jetë përmes një marrëdhënie të tillë. Dhe kemi nevojë ta flasim këtë sa më shpejt të mundur me prindrit. Edhe prindrit me fëmijën e tyre. Dhe ndërkohë me ti më bi me thënë të drejtën, të këtu po të them eksperiencën personale, e kam folur që në moshën pa bërë 12 vjeç. Mami kam thënë ti në internet do gjesh dhe pamje që janë nudo njerëz të cilët bëjnë një aktivitet që quhet marrëdhënie seksuale. Si ka qenë reagimi i saj? Surpriza ka qenë që i më bim tha në shkollën tonë tha e kemi partat e celularit njërit. Unë mendova që isha herët dhe unë isha vonë. Pra nëse ishte 11 vit e gjysmë, unë mendova që isha herët, ajo e kishte parë këtë gjën. Ishte periudha si duket se ndonjëherë ke një ndjeshmëri si prind dhe ty të çon zemra t'ia thuash në atë periudhë që ka ndodhur fenomeni. Dhe i thash po ç'a ndodhi? Po jo, tha se ai djali e kishte celularin, tha ne u afruan për kuriozitet për ta parë, po pastaj e hoqëm se erdhi mësuesja, domethënë ishte një sekuencë shumë kalimtare, i më bis kishte celularin atko, dhe pastaj ishte momenti pikërisht për të ulur dhe për të folur shumë gjatë dhe gjërë dhe për t'i thënë, ti akses në ky informacion do e kesh, unë nuk ta heq dot. Sepse nëse do e kesh celularin do e ketë një shok. Por nuk është kjo marrëdhënia, mami dhe diçka tjetër. Ja kam shpjeguar edhe këto që në moshën 12 vjeç. Pa e kuptuar, ata djem që po e shohin do fillojnë të skuqen në fytyrë. Do fillojnë të kenë një lloj afshi nxehti, sepse këtë gjë e luan truri jot kur ti shikon atë pamje, dhe të lutem distancohu nga këta njerëz sepse ata mund të bëjnë veprime pa kontrolluara. Dhe mund të kuptosh edhe ti kur ta shikosh nesër pas nesër, këtë dhe kjo është këshill për gjithë prindrit, mund të kesh edhe ti të njëjtin lloj ngrohti të brendshëm, por truri jot nuk po merr vendime më në atë moment, pra mundohet të jesh selektive sepse nuk është kjo ajo që duhet shohësh. Për ta folur pastër fare, pra po e them realisht pastër siç është folur, pa e modifikuar fare me fjalë, dhe sot ja u them prindërve, mos mendoni që nuk e bëjnë. Ata e bëjnë. Pra më mirë ju mendoni më të keqen e mundshme. Çfarë mund të bëj fëmia im? Gjë më ekstrem. Më ekstrem është kjo. Parashikoje dhe mundohet ta parandalosh duke e folur, sepse edhe ti ke qenë adoleshent një herë. Ti ke qenë kurioz për të parë çfarë ndodh.